Sot jemi këtu bashkë me Nahal dhe me Gar për të diskutuar se si është situata në Iran. Tani për grave. Dhe duam të flasim për të drejtat e grave. Duat ju kërkoj të prezantoheni dhe të na shpjegoni pak si është situata tani. Faleminderit shumë që na keni ftuar, zonja Strolember. Unë quhem Nahal, jam 22 vjeç dhe studente e mjekësisë. Jam lindur dhe rritur në Holandë, dhe kur nuk kam parë Iranin. Por gjatë gjajim, vetëm 23 vjeç në kohën kur u arrestua, u ekzekutua pas 7 vitesh torturash në masakrën e vitit 1988, bashkë me 30.000 të burgosur të tjerë politik. Ajo tragjedi ishte arsyeja pse prindërit tanë u detyruan të largoheshin nga Irani dhe mbetet forca shtytëse pas aktivizmit ton. Shumë prej atyre që janë ekzekutuar ose janë bërë në një mënyrë tjetër viktima të këtij regjimi kanë qenë gra. Dhe kjo është arsyeja pse sot po zhvillojmë një debat për situatën e të drejtave të njerëzit me fokus të drejtat e grave në Iran. Prandaj qëndroni me ne deri në fund për të kuptuar motivimin e Brexit Z dhe të Brexit Alfa për të vazhduar aktivitetet e tyre brenda dhe jashtë vendit. Dua gjithashtu t'ju falenderoj që na keni ftuar dhe ofruar platformën tuaj. Jemi vërtet të nderuar që marrim pjesë në këtë debat për rolin e grave në Iran. Solidariteti juaj i vazhdueshëm ka shumë rëndësi për ne. Dua me të vërtetë t'ju falenderoj për këtë. Unë quhem Negar, jam motër, prandaj të njëjtën histori familjare. Kjo nuk ka të bëjë me Xhaxhain, familjen tonë, apo një tragjedi që ndodhi 45 vjet më parë. Privje që vazhdon deri sot. Pothuajse të gjitha familjet iraniane kanë humbur dikë ose njohin dikë që ka humbur dikë. Në Iran, gratë në moshën tonë po vriten, ekzekutohen, heshten, torturohen dhe përdonohen. Dhe përballë, një padrejtësie të tillë, heshtja nuk është absolutisht një mundësi. Dhe siç tha Nahal, shumë prej viktimave të këtij regjimi janë gra. Por jo vetëm që gratë kanë paguar çmimin më të lartë në rrugën drejt lirisë, ato gjithashtu luajnë një rol kyç në rezistencë. Dhe kjo është diçka për të cilën mund të flasim më shumë, ndoshta më vonë. Ndoshta mund ta shpjegosh që tani, si luajnë gratë, një rol kyç në rezistencë. Po, ato kanë qenë gjithmonë në vijën e parë, si në rrugët e Iranit për më shumë se 40 vjet. Pra, filloi me diktaturën e Shahut, ku gratë në burgje vareshin vetëm sepse ishin gra. Dhe pas kësaj, pasi Shahu u rrëzua nga populli i Iranit, Khomeini erdhi në pushtet. Që nga dita e parë, viktimat ishin gratë. Kështu që në rezistencë, gratë janë në krye. Gratë kanë zërin më të fuqishëm, më të fortë. Ato mund të vendosin, për shembull, sot dalim në rrugë ose sot do të rezistojmë nga jashtë vendit. Dhe, kjo. Faleminderit. Dhe, ndoshta mund të na tregosh pak se si po shkojnë gjërat tani pas asaj proteste të madhe që patën të gjithë. Cila është situata tani dhe si, ky regjim shtypës vazhdon ende, të ndikojnë në jetën e grave sot? Po, për më shumë se 42 vjet, gratë trajtohen si qytetare të dorës së dytë. Dëshmia e një gruaje në gjykat vlen vetëm gjysmën e asaj të një burri, dhe kjo vetëm kur ato kanë fat. Grave u ndalohet të kandidojnë për presidente, u ndalohet të shërbejnë si gjyqtare, dhe prania e tyre në udhëheqjen politike kontrollohet rreptësisht. Më mirë të themi që ato janë të ndaluara në udhëheqjen politike. Në arsim dhe punësim, kufizimet vazhdojnë me gratë që u mohohet qasja në kurse universitare dhe rrugë karriere. Dhe përtej diskriminimit ligjor qëndron dhuna brutale. Femicide është një krizë në rritje. Vetëm në 24 ditë, të paktën 21 gra u vranë. Dhe mund të mendoni se po flas për dekada më parë, por po flas për muajin e kaluar, për pritjen e vitit 2025. Dhe e gjitha kjo është e ligjshme sipas ligjit iranian. Gjithashtu, 5 gra u varën. Irani mban rekordin botëror për ekzekutimin e grave. Kjo është një dëshmi e dhunës me bazë gjinore nga regjimi. Dhe vetëm për të shtuar mbi atë që ajo tha më herët, nëse, për shembull, shikoni Iranin, ndoshta ndonjëherë njerëzit do të thonë se tani është më mirë se sa para 10 vitesh, por kjo absolutisht nuk është e vërtetë. Nëse shikoni numrat e ekzekutimeve, ata rriten çdo vit, si për shembull vitin e kaluar ishin 26 gra. Dhe këtë vit numri është rritur tashmë në 34 gra. Dhe, ky fashizëm fetar, ata thjesht nuk është Ata e keq përdorin fenë për të shtypur gratë, vetëm për t'i kontrolluar ato. Për shembull, çështja e hijabit të Mahsain Aminit ishte thjesht diçka që përdori për t'i kontrolluar ato dhe jo sepse ata vërtet e besojnë ata. A mund të na tregosh pak më shumë rreth kësaj? Pse regjimi është kaq kundër grave? Pra, imagjino të jesh grua dhe të mos dorëzohesh, të jesh grua dhe të vazhdosh luftën, të jesh grua dhe të zgjedhësh lirinë e njerëzve të shtypur mbi veten tënde.
Kjo është ajo që i çmend më llahet. Urrejtja e tyre ndaj grave është e rrënjosur në vetë ideologjinë e tyre. Dhe nëse ja heq këtë, i gjithë sistemi i tyre shembet. Ata përdorin dhunën ndaj grave thjesht si një mjet për mbijetesën e tyre. Ata tashmë e dinë që do të përmbysen nga këto gra, prandaj do t'i shtypin edhe më shumë. Dhe kjo nuk do të thotë që burrat nuk janë të shtypur. Burrat dhe gratë janë të dy të shtypur në Iran. Të dy janë në burr. Por viktimat e para ishin gratë, sepse ato janë forca lëvizëse për ndryshim. Dhe duke i ditur të gjitha këto dhe duke parë që situata nuk po përmirësohet as pak, si është të ardhmen e grave atje. Në gjithë këtë fazë të errësirës dhe shtypjes, mbetet një shkëndijë shprese. Dhe ajo shpresë qëndron te rezistenca iraniane, opozita e organizuar dhe plani me 10 pika i zonjës Mariam Rajavi. Ky plan i refuzon të gjitha format e diktaturës dhe mbështet një republikë të lirë, demokratike dhe jo bërthamore. Dhe zonja Mariam Rajavi është simboli i gjallë një lufte shumëvjeçare kundër si Shahut ashtu edhe mullave. Sakrifikimi i saj është personal. Njëra nga motrat e saj u ekzekutua gjatë diktaturës së Shahut dhe një tjetër, ndërkohë që ishte shtatzën në atë kohë. Gjatë viteve 1980 nga mullat. Dhe jeta e saj është një dëshmi e qëndrueshmërisë, guximit dhe përkushtimit të palëkundur. Dhe ajo nuk është vetëm një lidere, por një dritë shprese, lirie dhe drejtësie. Dhe ajo jo vetëm që ka marrë vetë rolin e leadershipit, por gjithashtu ka frymëzuar dhe fuqizuar mbi 1000 gra që të marrin vendin e tyre në vijën e parë të rezistencës. Dhe kjo është ajo që po shohim me njësitë e rezistencës në Iran, të cilat do të rrëzojnë regjimin e mullahëve dhe do të ndërtojnë një Iran të lirë ku burrat dhe gratë janë të barabartë. Dua të shtoj gjithashtu se gratë nuk janë thjesht pjesëmarrëse, siç tha ajo, ato janë forca lëvizëse e ndryshimit në Iran. Slogani i tyre, gratë, rezistenca, liria, thot të vërtetën e hidhur. Gratë duhet të rezistojnë për të arritur lirinë. Siç thon ata, ose respektoni ekzistencën ose prisni rezistencë. Në kryengritjet mbarkombëtare të nëntorit 2019 dhe shtatorit 2022 ishin të rejat si Mahsa Amini, Sarina dhe Aida që qëndruan në vijën e parë. Shumë prej tyre u bën dëshmore për shkak të guximit të tyre, i cili buron nga trashëgimia e panumërt grave para tyre që guxuan të rezistonin. Dhe për shembull, gratë shtatzëna ose gratë që kishin një fëmijë që ishte varur gjatë ekzekutimeve masive të viteve 1980. Për 44 vjet, gratë iraniane kanë luftuar, kanë vuajtur dhe kanë sakrifikuar për lirinë dhe sot i nderojnë të gjitha.